Prandaj të dashur miq, kur në jetën e juaj mos u fiksoni në ato, çka tha ai, apo çka tha ky, çka tha tjetri, sepse vetëm keni me mbet mbrapa. Por duhet me shiku, me ul, çka unë mendoj për tjetrin, mos vallë po mendoj keq diçka dhe ajo mund të më sjellë të këqija tek unë, sepse kush ja mendon të keqen tjetrit, ajo e keqe ka me gjetë vetë. Është një fjalë popullore, kush ja qel gropën e tjetrit, në atë grop ka me ra vetë. Prandaj duhet me marrë jetën shumë me sinqeritet, shumë me dashuri, shumë me respekt ndër njerëzor, pa marrë parasysh që ndoshta ndonjëherë nuk na është krejt jeta kajmak, por çdo gjë që na ndodh në jetë është për të mirën tonë, për me na sprovu Allahu. Faleminderit Zeynep. يا الله يا مولا إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Allahi gjithë fuqishëm na jep dritë, na jep mirë. Se është kjo një begati e ju jeni të zgjedhurit e Zotit që sot keni qellu në këtë live, sepse aty ku lexohet fjala e Zotit, aty është begatia, shëndeti, gjitha të mirat dhe aty janë prezent edhe engjujt, edhe melaqet të cilat janë mesazherët e Zotit, janë të, si me thënë, personat posta, ashtu pra që na çon mesazhet, na mbartin lutjet e tona. Prandaj edhe profeti Muhammed ka thënë që Zoti ka krijuar 14.000 lloje të engjëjve. Disa prej tyre janë ata të cilët i marrin lutjet tona dhe kalojnë pra përmes lutjeve tona, përmes salavatit dhe lutjeve, ata i dërgojnë në konsiderat. Pra Zoti, faleminderit Medina, i ka në konsiderat lutjet tona. Po dikush thot, valla unë po lutëm, po s'pom pranohet. Shikoni, është puna që çdo lutje e jon pranohet, por mvaret se na çka kërkojmë prej Zotit, sepse ka ndonjëherë lutje të cilat mund të themi se janë lutje që ne nuk e dim, po ato janë shumë të dëmshme për neve. Prandaj Zoti thot, janë 3 shkallë, janë 3 etapa apo 3 mënyra se si pranohen lutja. Kur lutësi thot lutet mua, ndonjëherë tha prej disa prej tyre me njëherë ja pranoj lutjen. Disa ndoshta dikujt tjetër thot Zoti ja marr në konsiderat dhe e pres momentin kur me ja pranu lutjen, sepse ndoshta në atë moment nëse ja pranon lutjen, ajo lutje nuk ishte me qenë e dobishme për to, ajo vepër, ai murat. Pra Zoti thot prit, thot se nuk është koha që lutja jote të pranohet. Dhe e treta është kur Zoti thot do ta ndryshoj këtë lutje, këtë murad, këtë dëshirë të ëndën me diçka më të mirë. Pra nga ta kthejmë lutjet pranohen, por na jemi njerëzit të cilët brengosemi dhe ndoshta edhe nuk besojmë në lutjen, por
çdo punë e cila në vete përmban lutje, ajo do të thotë se është e plot. Ajo punë është e plot, është e plotësuar. Prandaj dhe ka raste kur njerëzit të cilët e kanë besimin më të luhatshëm thotë, ja, pra çka ka me punu, e thotë, na ishim shkollën fillore, thëke, po, tha, ju besimtarët, tha, ju musliman të luteni një arsimtari, shkollës fillore, si fëmije ma në mend, edhe të regonte një tregim ironizues, edhe thoshte se qysh si u pas kanë lut njerëzit, një grup njerëzi edhe Zotja pas ka prun pullat të pjekme prej qiellit. Edhe na si fëmi e kuptojshim që aja është bo ajgare, po ai kishte qëllimin, ai normal në kohën e komunizmit, kishte qëllimin që neve si fëmi të na imponoj atë mosbindjen e tij në Zot, por normal se njerëzit besimtar, njerëzit e mençur që e besojnë Zotin, e besojnë edhe ato se fjala e Zotit thot udu yastajib lakum, më thirrni mua, unë jam aty. Prandaj edhe janë shumë gjëra të cilat Zoti të gjitha i ka, por një gjë që na e kemi Zoti nuk e ka. Edhe ajo është lutja, pra lutja sepse Zoti s'ka kujt me ju lut. Ai është Zot, ai është Allah, është i plot fuqishëm, ai është gafar, ai është që fal, ai që na jep rrezikun, ai që na jep shefatin e tjera e tjera. Zonja Iqbale, pse Jezu Krishti nuk ka fe? Nora, shiko, feja do të thotë udhëzim. Dhe Zoti në Kur'an, në gjuzin e 2 e kemi lexu, Zoti ka thonë që feja është e imja. Pra, Jezu Krishti në atë kohën nuk e ka pas fejën e Krishtit, pra, se vetë ka qenë Krishti, si themi krishterizmi, apo Juda në kohën e Musës a.s. Jahudizmi, pra judeizmi, e tjera. Mirë po, Muhamedi nuk e kanë kthy pra fenë e profetit islame, nuk e kanë bë me muhamedizmi. Prandaj feja nuk është as e Krishtit, as e Muhamedit, as e Jezusit, as e Musës, as e Harunit, Nuhit, Ibrahimit, po feja, pra në një fjalë udhëzimi, është vetëm i Allahut. Por njerëzit e kanë prediku në etapa të ndryshme, në kohën e jehudës, jehudizmi, në kohën e Krishtit, krishterizmi, në kohën e profetit Muhammed, islami. Por mbi të gjitha nuk ka 3-4 fe, po ka vetëm një fe. Edhe ajo fe emrin nuk e ka as islam, as diçka tjetër, po e ka emrin paqe, nëse flasim në gjuhën shqipe. Pra, kur e flasim komplet fjalin në gjuhën shqipe, atëherë duhet ta marrim edhe si përkthim fjalën paqe. Islam do të thot paqe. Që ky islam ka qenë edhe në kohën e Ademit a.s., edhe Isës, edhe Nuhës, Musës, Iliasit, Zekeria, Salihut, profetit Muhammed, pra i njëjta fe e Allahut ka qenë, vetëm se udhëzimet kanë qenë në për etapa të ndryshme. Prandaj Jezusi e ka fen, madje thot edhe në Kur'an që thot, unë jam musliman, po prapë është gabim përkthimi. Si mundet me qenë Jezusi musliman, kur ai është idhtarët e tij janë të krishterë? Por përkthimi, ose Ibrahimi a.s. thot në Kur'an, ene minel muslimin, unë jam prej muslimanve. Edhe Musa e thot, unë jam musliman. Tash është pak absurde na me kufizu fen e Zotit në fen islame, krishtere, jahudise, këto janë 3 fete mëdha ibrahimike, se ka edhe tjerat, për shembull budizmi e ku ta diun, kinezët kanë fete ndryshme. Prandaj motra po, Nora,
Jezusi e ka pas fen, emri e asaj feje është paqe. Profeti Muhammed e ka pas udhëzimin, emri asaj feje, atij udhëzimit është paqe. Jezusi, Musa, e tjerë. Por çka atër me musliman? Po shikoni, musliman nuk jemi vetëm na musliman pasuesit e Muhamedit, se këtu po del edhe Musa pas ka qenë musliman. Do më thënë s'ka egzistu jahudizmi, feja jahudizmit, pra nuk ka egzistu. Këtu po bjerë musliman, po thot Musa edhe Isa, po thot edhe une jam prej muslimanve. Atëherë vetëm është bo një, si themi ashtu, një fanatizëm i muslimanve, edhe kur thojnë, thot, a peshe, në Kuran ka shkrujt, Isa është musliman, Musa është musliman. Filani Vistekju, po, është musliman, mirë po, jo musliman i etapës së profetit Muhammed, po është musliman që në gjuhën shqipe i thuhet i nënshtruar. Kjo pra është. Pra, çdo njeri i cili është i nënshtruar Allahut, ai është i nënshtruar. Apo në gjuhën arabe, musliman. Apo ku ta di unë në gjuhën jevreje, thënë anglisht, i nënshtruar. Anglisht i thënë, tash unë s'po di si i thënë jahudisht, apo ku ta di unë. Prandaj të nderuar miq, një fe kemi, dhe ajo fe është feja e paqes, e ndarë në për etapat të ndryshme, dhe na të gjithë krishtert, jahudit, musliman, varet sa jemi të nënshtruar. Na mundemi me qenë të nënshtruar, por nuk jemi besimtar sa është një krishter, sa është një jevri. Nuk jemi besimtar. Ama po qysh që të krishterët e kanë një fe tjetër? Jo, edhe ata e kanë fenë, emri i fesë të tyre nuk quhet krishtere, po quhet paqe. Këto janë interpretimet e mia, ama kështu bashkëpjurët pastërta nga studimet e mia. Mund të keni kritika, por ja që unë jam e lirë të interpretoj fenë si mas studimeve që kam bërë. Prandaj, na mund të themi që ç'sh mundën mu ka një krishter. Po, mundet me qeni nënshtruar sepse në Kuran shkruan ata të cilët prej jehudve dhe krishterve, prej ehli kitabit, pra pronart e librit që i kanë zbrit libra, Tora, Zeburi, Injili, Tevrati, pra dhjata e re, dhjata e vetër që është modifikuar, shtubuma të tjerë, të gjithë këta pra mundën me qenë të nënshtruar Zotit, por ja që mund të kenë gabime me kalimin e kohës, të cilat gabime në besim, të cilat i ka përmbyll, i ka plotësu Kurani Kerim, me ardhjen e Kuranit të gjitha librat e Zotit janë bashku, dhe Zoti thot, sot, o Muhammed, 72 ditë para se me ndru jetë, kur u kthy profeti Muhammed nga qabja, i tha, el-yawma akmaltu dinikum, sot e kam përsos fen dinukum, fen tuaj, dhe e kam zgjedh si fe për juve, fen e quajtur paqe, apo në arabisht islam. Këtu janë pra ato fanatizmat që edhe vetë përkthysit nuk i kanë përkthy. Ka mund me shkrujt ai kur ka thonë Isa a.s. Ibrahimi a.s. Ene minel muslimin, unë jam o Zot prej të nënshtruarve, pse nuk e ke shkruar? Kështu pra, njerëzit të cilët nuk i frigohen njeriut, nuk i frigohen ligjit, po i frigohen Zotit, ata gjithmonë janë njerëzit më të mirë që mund të ketë në sipërfaqen e tokës. Edhe na në psikologji, për shembull, kemi mësu dhe psikologët kanë vërtetu se njeriu sado që ka pas probleme mendore, psiqike, depresion, ankth, të gjitha këto i ka kalu shumë më shpejt nëse ka qenë besimtar.
Prandaj e pat edhe në këtë gjyzin e 12 në pjesën e parë, që gjithmonë i kanë thonë njerëzve të Zotit, njerëzve besimtarë, madje i kanë thonë që ju jeni gënjeshtar, apo në kohën e komunizmit na kanë thonë që feja është opium, na kanë kesh profesorët për besimin ton, jo lutni Zotin, e Zoti ju qet prej qiellit pulat e pjekme, e tjera. Pra gjithmonë ka pas njerëz si të kohës edhe të sotshme që thonë, që i thanë edhe Salihit, thotë, neve s'na duhet feja jote, ti thotë ke qenë njeri prej neve, prej popullit tonë, çka u bë me ty kështu, çka po na urdhëron për një besim në një Zot tjetër, thotë, neve nuk na duhet feja jote, na hecim gjurmëve të baballarëve tonë. Prandaj edhe sot kemi njerëzit që ndoshta as s'kan qenë as pak të dobishëm për fenë e babës vet, e gjyshit vet, e dojnë me shku, jo, po shkojmë na te fenë e të parëve, feja e të parëve t'juj as nuk ka qenë fe. Prandaj më vjen shumë keqe. Një vajzë e re pyet kështu, thot, unë jam e fiksume mas medikyr pedikyr. Thot, i kam vendosur qerpikt artificial, i kam vendosur thonjet, dhe më ka thonë një hoqë që nuk pranohet as abdesi, po unë jam edhe pak besimtare dhe kam dëshirë me falë namazin. Shikoni, për ato vajzat të cilat e vendosin llakun për shembull në gishtat e tyre, edhe unë e vendosi kur shkojnë në një ceremoni, në një dasëm, mirë po me njëherë si të vi prej dashmës, ka acetison apo alkohol, kështu shkapi thënë, edhe e marrë edhe e pastroj thojin, edhe normal që dora është e pastër. Mirë po është një si zhelatin që ngjitet, ajo është bajagi një shtrese e madhe dhe ajo vështirë hiqet derisa të rritet thoji. Kështu që për me marrë abdes, nuk na pranohet abdesi nëse na e lajmë thojin apo plastikën e cila është ngjitur mbi thojin ton, apo një llak pra nëpër të cilin nuk kalon uji, po tash ka dalë një llak tjetër edhe këto të mbulumet i qesin, e cila është pra që mundet me kalu ujin në thonje. Dhe pse duhet me u la mas marrëdhënies seksuale, apo sepse është abdesi i madh, thoshte të parët e tanë gjyshion, nuk po në realitet në terminologjinë islame është gusl, që do të thotë pastrim fetar. Edhe pse nuk pranohet gusuli? Gusuli përndryshe merret pas marrëdhënieve intime burrë e grua. Pas elbete kanë po anaj ëndër e tjera dhe detyrohen pra me u la. Pas lindjes gusuli mirret, pas ciklit menstrual, pasi e kemi prekë një të vdekur, pas abortit. Pra kjo është pastrimi fetar, nuk është pastrim që ti i lanë kokën, trupin dhe u kry, por kjo është një ritual shpirtëror, fetar, i cili e ngrit personin shpirtërisht edhe pastron nga mëkatet. Sepse për shembull marrëdhëniet seksuale normal nuk është mëkat, por ka raste kur na bëjmë ndonjë mëkat, edhe mirë është me shku me u pastru, me largu atë energjinë e keqe. Sepse njeriu e pse mas marrëdhënieve seksuale kur nuk është mëkat, se e ki burri jot është me një qahin tonë. Sepse dashuria absolute, pra dashuria më e madhe duhet një taku vetëm Zotit. Por në momentin kur njeriu hyn në aktin seksual, normal ka dikush është i dhënëm shumë mas asaj dashurie, dashuria ndaj fëmijës, dashuria ndaj gruas, ndaj burrit e tjera, edhe besimi jon zbehet.
por edhe në aktin e marrëdhënieve intime, njeriu kalon në instiktin pothuajse si të kafshës. Prandaj kur e merr pastrimin, kur lahet me gusul, gusulin, vendosa në emër të Allahut me veç mendje thunë banjo, me u pastru fetarisht. Në atë moment kur pastrohet, ajo nga një krijesë katërkomshe kalon në një krijesën, pra bëhet në njeri. Pra nga një pozit, ashtu themi, se krijesa nuk ndryshon njëjta mecesh njeri. Prandaj kjo pra është një ritual fetar, e cila edhe nga aspekti fizik është shumë i shëndetshëm për trupin e njeriut, sepse porët e lëkurës e lëshon trupin një lang, një ndyr, një djersë e cila nuk largohet, ajo vetëm shtresohet dhe merr aromë jo të këndshme trupi, nëse na pas marrëdhënieve intime nuk e lajmë komplet trupin, flokët, madje edhe thonjët. Prandaj, nëse një vajzë apo një grua e cila ka marrëdhënie intime me burrin e saj, edhe i ka thojt e gjitura, ajo faktikisht sipas ritualeve, sipas normave fetare, nuk është e pastër, nuk mundet me fal namaz. Zoti na rujte, nëse një femër dhe një mashkull mas aktit seksual, natën e parë, dytën ditë ka hec, ka punu, si ka kështu kujdes me shku me marrë gusul, po nëse hynë prapë natën e dytë e pa pastër, Zoti na rujt, mundën me ndodhë dhe lloj defekte tek fëmia që vjen. Prandaj duhet me i kushtu rëndësi këtyre gjanave që ndoshta neve na duken banale, por ja që Zoti e ka caktuar çka është e mira dhe e keqja, çka është e bardha dhe e zeza, për me mund me jetu të lumtur, me mund me jetu një jetë standarde normale me fëmijë të shëndosh e tjera. Por nuk do me thonë vetëm kjo, sepse ka fëmijë që lindin me invaliditet, por ka për shkaqe të ushqimit, për shkaqe të vakcinave, ka raste kur me rastin e lindjes mund të dëmtohet fëmia e tjera, i vakcinat gjithashtu të çdo organizëm nuk ndikojnë një lloj, kështu që janë disa shkaqe pse edhe kemi, apo ndoshta rinia për me u tregu më të fort para gruas së tyre, përdorin lloj medikamente stimulizues, apo përdorin besa edhe alkoholin, drogën, e normal që ai fëmijë, duhanin gjithashtu e dëmton, edhe nuk e bën të përgatitur anin e gruas, pra mitrën e gruas është më e dobët e një vajze e cila ka pi cigare 7-8 vjetë, edhe një vajze e cila kur nuk ka përdor cigaren, e tjera. Edhe kjo ishte ajo pyetja për gusul, kurse si nuk guxon me i qitë thonjet artificial, medikyr, pedikur që e thënë këto. 01 në fund, telefoni, përgjigja është për ty, pse nuk të tërhek namazi, ke fal, edhe tash thu që nuk të tërhek namazi. Do me thonë, atëherë kur ke fal namazin, baba edhe nona jotë, si fëmijë, nuk ta kanë tregu rëndësinë e namazit, po vetëm e kanë bërë ashtu në praktik, u luqohu, po nuk e pas lezetin e namazit, normal se ke qenë ma shumë fëmijë, pastaj je angazhu, je rritë,
nuk ndoshta ke dalë jashtë shtëpisë, nuk ke jetu ma me nanën me babën, edhe ke fillu me humba të rutinën e fëmirisë që ke falë namaz. Dhe tash ti thu që e pikme, thot unë jam tash 28 vjeqar dhe do më thënë nuk ka dëshirë, pra nuk e tërhek falja e namazit, por shiko, mjafton që ti e ke shkrujt këtë pyetje dhe mjafton që kjo po të brenë në shpirtin tanë. Do më thënë, nuk po më tërhek, e kini breng këti, pse s'po tërhek me fa namazit. Problemi mundët me qenë, pra ti duhet njerë të ledzosh apo të dëgjosh ligjëratat e ndryshme të preferoj në kanalin tim Iqbale Huduti, në playlist shkor aty namazi, e ki përveç namazit në praktik, po ti po e di ke praktik, s'ke nevojnë praktik me këshur se namazet e mezhebeve janë njësoj, por për para këtyve 5 epizodave që janë praktika, si me falë sabajn, drekën i qindin, akshamin, jacin, ti mundesh me shku në playlist namazi, aty ka disa epizoda, ja 10-15 epizoda, si me kriju shpirtin adhurues. Do më thonë, ti e adhuron Zotin, e beson Zotin falë, ti e beson ekzistencën e Zotit, ti nuk je pa besimtar, por nuk e ke kriju atë shpirtin tënd me qenë adhurues. Për me qenë adhurues, ti duhet me qenë i bindur mirë, për me qenë i bindur mirë, duhet pak me lexu rreth Kuranit, rreth fjalës Zotit, apo s'paku me marrë me i dëgju këto videot rreth namazit, me ditë arsyen që ti kur thu kështu Allahu Ekber, çka do me thonë kjo? Që do me thonë Allahu është i madh dhe krejt çka ka prej meje, unë tash po i gjuaj mbrapa meje, sepse Zoti thot, o robi jem, thot, më lër mua në namazin tënd, se thot, unë aty e ndi, do me thonë, unë aty e ndi vetën. Ku është për kjo? Për me pas abdesin tamam, duhet me pas njëherë gusulin tamam, prandaj motër e nderuar ma mirë, aleikum selam Elfeta, Roma ma mirë, lëni që është i ka dhënë Zoti thonjët e tu, mundesh me i rrit, mundesh me i ngjyros, kur të shkon dikund, po ajo për 1 minut 2 i merr i hek me atë që t'i son me pamuk, sak i pastron e merr abdesin, s'paku një abdes, një namaz me falë gjatë ditës. Imam Ali unë e ka këshillu profeti Muhammed, thot, ja Ali, kujdesu që mos ta braktisësh aktivitetin, t'jesh aktiv, si do që të ndiheni, nëse don të ndihesh energjik, apo i pa plagështuar. Se njeriu ka 2 lloj lodhje. Një lodhje është lodhët duke nejt. S'kapu, në karrika, keni pa nëjherë në restoran shkoni, edhe rrini 7-8 orë në darsëm, as nuk keni këcy, as nuk keni, këta di unë, por që aty veç në karrikë, se rrinë në lodhët. Ka njerëzi që janë pasiv me nga një javë, nuk dalin për shpijes, lodhen. Prandaj, lodhja përmes pushimit të qonë në plagështi, ndërka që lodhja përmes punës të dërgon në pushim. Prandaj, gjithmonë duhet me qenë aktiv, sepse ti kur të lodhesh edhe kur pushon, atëherë nuk e këqyr qëfar jastëk je ki, qëfar organ je ki, po shkon edhe flen edhe knaqesh të pushu. Po njerëzit lodhen edhe duke nejt. Prandaj edhe profeti Muhammed, qërë në atë kohë ka spjegu Aliu, thot kujdesuni që mos të braktisni aktivitetin, sido që të ndiheni energjik apo të plagështuar.
Çfarë do që ndiheni, energjik apo të plagështuar, prap duhet edhe kur je i plagështuar, s'ki fuqi, mundoju me lëviz. Siç ka thot kështu, për mu zhvillu njeriu, një psikolog musliman thot, druri i pemës në mal është më i fortë, druri i fushës është më i dobët. Shpejt lakohet edhe digjet. Interesante, ha? Çfarë fjalimi i bukur. Vetëm fatkeqësi e lexova këtë. Në qështu i shkruaj disa gjëra, ju mos u dëshproni për atë që ju ka kaluar, por edhe mos u gëzoni së tepërmi për atë që ai ju ka dhënë. Ky është verseti kuranor, surja 57, ajeti 23. Interesant, Zoti që po na thotë. Mos u dëshproni për atë që ju ka kaluar, por edhe mos u gëzoni së tepërmi për atë që ju ka dhënë Allah. Kështu pra njeriu lirohet nga skllavëria ndaj gjithçka tjetër dhe nuk i nështrohet askujt. Dikush për shembull i ka pasion me pas vetura ka 50.000, ka 100.000 euro. Edhe më besoni një gërvishje me ja bo një fëmijë apo diçka ose një prekje ose është në gjendje me myt personin tjetër. Sepse ai e ka ble aq shtrejt atë veturën e vet, aq shumë o gëzu kur e ka ble sa që një gërvishje e vogël ato e shqetëson. Prandaj edhe kur mos lejoni sendet e vdekme që janë shtëpia, vetura, syzat, diçka, laptopi, send, u ka bo një gërvishje, u ka bo një prishje, mos e lejoni ato juve me ju robru. Se robreshat e robët, ata nuk kanë pak, ata vetëm punojnë çush i thot shefi. Prandaj, mos e lejoni vetën e juj që me të robnu një vetur. Po diçka që u bo, por merë ti atë veturën tënde, robnoje ti vetë. Po që shpreme në robnu? Me robnu, e ki një motër ma të varfër, e ki të ka ardhë me ne, për shembull të shtëpia. Mos e le atë motërën me shku me taksi, mu këthuj ajo të shtëpia, po thuj hec motër, qyti fëmit, hec vlajt, të dërgoj të shtëpia. E ki një nonë, nona është e vjetër, mos e kurse benzinin edhe veturën, se një dit nonën nuk i me pas, po veturën prap e ki, po ajo ty të ka robnu, prandaj ajo vetura, ajo të maqarlëki jote, ajo robnia jote që të ka bo, ajo vetura, ka me të dhonë një ndjenjen shumë të zbrazët në zemrën tënde dhe ki me qenë shumë pishman, po mo telefonin nonës tënde nuk ka me cingru të ti. Veç kime pa emrin, kimja pa fotën, po telefon nuk ka. Nuk ka me cingru pra telefoni i nënës tënde. Prandaj duhet këtë jetë na me robnu, e mos me lanë që neve me na robnu kjo gjonat e kësa jetë. Mere, shfrytzoje, knaqo, me vetur, me krejt çka ki, bëne një punë të mirë, ta ka dhënë Zoti pasunin, ta ka dhënë shëndetin, mere. E kështu me radhë. Diçka mu si për babën, po edhe baba, po mësë bëni gjelozi ose, nëse doni me pas një familje të lumtur, atër bëje një nonën të lumtur. E tash edhe baba normal e ka pozitën e lartë në xhenet. Që ka thot Zoti, një prindrit të cilët i edukojnë të ri vajza, kanë me shku në xhenet, këtu nuk thot vetëm nona apo vetëm baba, po të dy prindrit kanë me shku në xhenet. Kështu që edhe baba lartë kanë rolin e vet, primar bile mundi me thonë, sepse ai ka mu përgjesh të Zoti, a ka pas me hangër me pi, strehim, ngrohje, ushqim, qëto sendet.
sikur se te ajo piramida e Maslowit. Ushqimi, strehimi, e shëmbatja, liria, siguria, për me ardhur te vetë realizimi, me njoft pak veten kush jam, socializimi, o socializu e tjera tjera. E prindrit si nuk japin hisen vajzës. Prindri çka punon, nuk punon vetëm për qikën, është e vërtet Alina. Ai punon vetëm për djalin. Prindrit e tonë kosovar nuk punojnë për qika, sepse qika është robi huj, nuk është shtëpia babës, shtëpia e saj. Po ajo është robi huj, po kjo nuk është prej fesë, interesant. Po është prej traditës, prej prapambeturisë, prej mentalitetit shumë turt, prej kanunit i cili i ka mësu se vajza është robi huj, dhe të trashëgimia shkon vetëm përmes vijës linjes së mashkullit. Dhe sot ende njerëzit ndoshta falin 5 vakte namaz, edhe e din që me pas që broshin me pas, ose diçka një pull me pas të hujen në trupin e vet, namazi nuk i bëhet kabul, e lene marë që vllaznit e përdorin hisën e motrës, po problemi është e baba, sepse baba është ai i cili ka punu edhe për qikën edhe për djalin. 30 herë në qabe ka shku, qikës nuk japin kur zha, kur një sen. Bravo. Një rast po ta tërgoj vorragjia e pas keni emën interesant. Du të mja ndreq varin e djalit, nëse vërtet je që i rregullon varezat, lajmëroju 044 509 200, po du mja ndreq varin e djalit me mermer, e bisedoj. Shiko, shkon një ditë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi to dhe familjen e tij, e sheh njerëzit mas qabës, pe prekin, pe puthin gurin e zi, ata, këta, edhe ky rrin si anash, edhe thot, he moj qabe e bekume, thot, për mu, ma i bekum, është një shpirt i një njeriut se sa guri jot. Çka do me thonë kjo? Kjo i ka tregu shumë atyre njerëzve. E kote keni nëse ju keni ardhur me adhuru Zotin, me respektu, me puthjen e juj, derisa në jetën e juj keni pa drejtësi. Për që ato thuhet nuk shkohet në qabe me parët haram. E ai vllai që shkon 30 herë në qabe e ka kriju pasunin e vetë me themelet e haramit, e motrës ja ka nda hisën sipas kanunit të Shën Stefanit, Stefan Gjeqovit, ja ka nda hisën, i ka thonë motra, po heki dorë prej presionit, prej frigës, prej marrës, prej frigës mos po më qetë burrit te qaj vlla duhet me shkua, se mendon zoja që edhe në ndafsha prej burrit, e kom vendin tem, e kom banesën tem, e kom dhomën tem, e spaku një dhomë e kom te vllau. Ajo nuk është dhoma e vlaut, po është hisja e babës. Prandaj profeti tha, moj qabe e bekume, për mu është më e mirë shpirti i një njeriut se sa guri jot. Prandaj është e kota ta vllaznit që shkojnë në haxh, e nuk folin me motrën e vetë. Është e kota ta vllazën që falin 5 vakte namaz, e falin përmbi në dhomën e motrës vetë. Edhe një dhomë me i qilu 4 me 4, ti si vllaz, ki mundësi m'ja dhon hisën, s'ki tjetër send, po ki qatë dhomën, ti ki m'ja bo dyqysh ki me improvizu, ja do shkall, ja do një banjo, një mini kuzhinë të vogël, që burri motrës tënde me ditë që nëse nesër mas nesër votra jeme ka probleme me atë burrin e vet, ajo e ka derën qelë. Ama derën qelë jo te nusja vllavit, se e ngren hundën,
e ta përmend, jam që me sabat, kum bo lokumat, kum bo ato, kum bo këto, apo kuptoni, po ajo shkon, ka nevoj njeriu për me ustrehu, ka nevoj për me nejt vetën, prandaj është shumë e shëmtuar për njerëzit e cilët ja keq përdorin të drejtën e motrës. Jo, po që ajo ma ka falë. Pse ty me ta falë ajo kur Zoti nuk ta ka falë? Zoti ka thënë dajeni 2 pjesë vllaut, 1 pjesë qikës, e tjera. 2 familjarë të mi do të shkojnë në haç këtë të diele. Shumë bukur, Zoti inshallah kabul ja bën, inshallah kthehen me murade, po e kryen një obligim, sepse është obligim fetar në surën Maide shkruan, Zoti që ka bë obligim për me shku në haç. Mirë po që është bë haxhilloki si vjet s'di sa, po vjet ka qenë gati 7.000-8.000 euro me gjetë dhurata, shkoj ke bile ma shumë. Kjo është një tmerr që po i bëhet popullit ton shqiptar nga Bashkësia Islame e Kosovës. Sepse nëse shkon përmes Turqisë, që nuk është Turqia, hajde prej këtu deri në Turqi, e ki veç një bilet aeroplani që kushton hajde 150, hajde 200 euro, ama prej Turqisë me shku deri në Medine, kushton vetëm $3.000, që do të me thonë as 2.500 euro. Ndërka që na, me këtë standardin e ullë që e kemi, na shkojnë Bashkësia Islame e ka marrë monopolin e vetë dhe lunë me qytetarët që shdonë, e kanë bo 6.500 euro, 7.500 ka qenë vitin e kaluar, si vjetë nuk e di, nëse dikush e din shkrune, ama kjo është tamam fen, e kanë bo biznes, edhe në vend se me pas pak ma tullë çmimin, 2-3.000 euro që shë kanë në Turqi, me 7.000, merreni me mend 7.000 euro, a me qato biletat ti mundesh me shku me 600 euro, me marë hajde 700, hajde 1.000 me shku me ardhë bileta është, ndërka që ata atje ka ushime, s'di. Kjo është një korupcion që ja bën Bashkësia Islame besimtarve. Për shembull, unë kur kam shku në haç, nuk kam pas mundësin, kam qenë e re edhe në realitet e kam pas mundësin se ishte 5.000 ka qenë, mos je gabim Alina se unë e sa e di edhe vjet ka qenë 6.500. S'ka shansa për 5.000 nuk kam dëgju, po 6.500 vjet ka qenë, po si vjet nuk e dita që të është ta ma ndur 7.000. Dhe është të merë i madhe që njerëzit në vend se me 3.000 euro kishin mund dyqysh, po mici, po thotë gati 7.000, kishin mund dyqysh me 3.000 euro njeri i mledhë që thënë për 3-4 vjet, ka 10 euro, ka 300 euro mi pas në muja, 200 euro në muj i mledhë dyqysh 3.000 euro që shka qenë. Ama 7.000 euro plus atje ekstra ki në qose donë me shku në Gjebelunu, në qose ani, në qose këni. Kjo është merë që ka bohet me muslimanët në Kosovë. Po këto i pasën qaftë në internava, se ka njerëzi që vujnë, kajnë ditë e natë, e kishin mund dyqysh me 3.000 euro si turqi që po shkojnë me $3.000, që 2.500 euro i bata si bata. Gjithaj popull po shkon me $3.000, ndërka që na populli vogël, edhe numrin e kemi të kufizum, nuk mundem si mas miliona, sa miliona vetë jemi, ata të caktojnë që ka që njerës ki të drejtë si vjetë me pru për haqë, edhe kur nuk mushët numri për haqë. Aba ti shkon valirë, kishin shku edhe rinia, sepse pleshni qka po të duhet haqë.
pleqni, s'ki qka me lutë Zotin, s'ki qka me kry obligimin, s'ki qka keme ngrit zonin kundër pabesimtarve. Në milionat 85 në milionat, po pra, me miliona është puna, nuk silët, e kanë bo biznis vlajem, e kanë bo biznis haqëllakin. Të merë. Alina, dhurata që ka marim, po dhe popti, pa tjetër, me shku në haqë, pa tjetër du të me blena i dhuratë njerëzve mi met kujtimi. Une kur kam qenë Alina në haqë 1995, na kemi shku me autobus. Autobusi ka qenë Erhan Turs, 2 kaqë. Edhe me qëllim kemi shku me autobus, jo që s'kom pas pare, po kom pas dëshirë me pa, kemi kalu në për Sirin, në për Turqin komplet, Sirin, 4 dit kemi shku edhe 4 dit jemi këthy. Po jemi nalë edhe në vende, kemi flejt në për hotele, ka qenë knatësi, po bileta ka qenë 800 euro, sa e di. A me aeroplan ka qenë 800 marka, a me aeroplan ka qenë 3100-200 marka, në atë ko, marka Gjermane i të ishin. Edhe ndeso jemi knaqë, me 800 euro kemi shku, po tash 8.000-7.000 euro, kjo është absurditet. Po Allah i ka thonë, nëse e kini pozite dhe e keq përdor, ta ka besu populli, ta ka dhënë votën për më konë kryeministër, mufti, bashkësisë islame, presidente, dhe ti thote keq përdor atë pozit, si që ka keq përdor njëna prej presidenteve tona, në ato shqetësit e takimet e që se janë vërteta, prej asaj që ka shohim, se zgudzojmë me fond ma shumë se stu me më katu, po prej asaj që kemi po, dhe thot nëse ta beson Zoti populli një vot, një pozit, qofte edhe në shpi tonë dhe je i Zoti shpis edhe ti e keq përdor burnin tonë dhe patronazhin tonë që je Zoti shtëpis, thot Zoti nuk ka me ta marrë shtëpin e në shpirtin pa të turpru, pa ta që marrë. Prandaj krejt edhe ata lidere, presidenta e kryeministra që e keq përdorin besën, votën e popullit që është e shenjtë, vota jeme është e shajt, unë ty ta kom besu për me fitu edhe për me në ngrit neve që jemi tatim paguesit e këtij shtetit, që pa neve as ju s'kishit mund, pa tatimet e tona as ju, si ministra, presidenta, kryeministra, nuk kishit mund me i pas ato pagat e juje të majme e të deputeteve gjithashtu. Prandaj thot Zoti, nuk kom ja marrë shpirtin pa ja që marrën. Prandaj unë habitem se si nuk frikohen prej Zotit. Ka deputete, femra, sidomos në parlament, më besoni për 7-8 vite me radhë, jo po e thom hapta se kom me thanë, për shembull Labinote Murtezi, ajo ka qenë një 2-3 mandat, 2 mandate ka qenë prej partisë së drejtësisë, me këtë Ferita Ganin, doktorin i cili u burgosa, që ka murë në pyetje për korupcion, dishka në mjekësia atër kur ka qenë kryeministër. Jo veç është gjyku, ka qenë minister i mjekësisë, i shëndetësisë. Dhe për Labinotën për shembull, se duhet me tregu një të padrejt që i bëhet popullit, populli ja ka besu votat Labinote Murtezit e partisë drejtësisë, sepse dhe madje ka marrë ma shumë se vjos se kjo që shëpat jemrin bre kjo që ishte ambasadore në Amerike, PDK-s, Qitaku, Lora Qitaku, po. Lora Qitaku, do më thënë, ka marrë Labinote Murtezi ka marrë vota ma shumë se ajo në histori nuk është njoftë të parlamentit Kosovës që është kriju.
Dhe besoni mandej kur e pa që Partia Drejtësisë u shumë duket se ka hyrë në vetëvendosja, ma ka hyrë si me partia, ka hyrë, unë e di si deputete, prej vetëvendosjes, jo prej Partisë Drejtësisë, edhe qysh bre që për 8-10-12 vjet një fjali nuk e kom dëgju, se një ndjeki ato seansat kur bëhen në për parlament, një fjali, një deklarat, një ide nuk e ka dhënë. Lene që përmes Partisë Drejtësisë kur s'kanë folë as për mësim besim, as për mbulesën që vajzat e vogla, vajzat në për shkolla kanë pas probleme, lene që nuk kanë folë për që ato pikat që partia e tyre është njoftur për qëndrimin e tyre fetar, por madje as nuk ka dhënë një deklarat për diçka. Pra në habite ma që shi marrin gjitha të paga ka 1.700 euro vetëm shkojnë seansa, vinë, kënaqin, shëtisin, që aty e ngrejnë dorën, e ullin dorën kur një shfar kontributit nuk japin sistemi e ka bo vetë me hec puna, e tjera, me shku me hangër dreka, po më besoni që Allah i thot, kom me i turpnu, shpirti s'kom jamar, pa i turpnu ata persona që e kanë keq përdor pozitën e tyre që ja ka dhënë populli. Çdo kush, çdo njani prej tyre, qoftë edhe vllaui. Prandaj, me të vërtet është shumë e dhimbshme kjo gjendje. Marka, jo euro, po, andi ka qenë atëherë 3.000 marka me aeroplan, ndërka që me autobus ka qenë 800.000 euro. Marka, prap. Zënje ngvale një autobus kur kam rrinë qave, ju kanë thonë pritni se ju jeni me pare vitrash. Po, çka së ndodhë, çka ndodhë. Po, e mirë është tash është si pas dëshirës me shku në haqë, mirë po nuk në haqë nuk është puna e dëshirës, është puna që ti duhet me pas mundësin për me shku në haqë, se haqë edhe umra kanë dalim. Me umre mundesh me shku 1.200 euro, mërë po aty nuk e ke kry obligimin e haqit. Haqillëki në kohën e duhur e ka bekimin e vetë, e ka pranueshmërinë e vetë, dhe e ka arsye sepse Zoti e ka bë urdhër, thotë mblidhuni dhe të bohuni muslimanët dhe ngritni zërin e juaj kundër shtypsve, edhe pse atje nuk e ngresin sepse kralat e Arabis me mund as për Palestinë nuk kanë bë. Këta kanë pagu nga 8.500 po pra. Faleminderit Mickos. Është e vërtet se nuk flenë në haqë. Jo, Alina, unë kam fjetë në haqë, mirë po kam shku me një grupë të grave të Prizrenit, edhe kur kemi shku aty, normal me autobus atër, para sa pi bjerë, 95-ën, para 30 viteve, do më thënë, unë kam qenë 27 vjeqare, buri 29, 2 fëmijë kemi pas, dhe kur kemi shku me autobus, vërtet ka qenë ma lirë, po autobusi ka qenë shumë pastër, shumë mirë, po vetëm në ato hotelet e tymve që kemi shku, vërtet na kanë konsideru si njerëzit e vitrave, dhe na kanë dhënë, interesant, ka pinini ju këto muhabete bre, dhe na kanë dhënë ato dhomat me ka 7 veta, me nga 5 veta dhomat, kanë qenë, po para 30 vite, synxerat kanë qenë që kështu shumë të hollë dëdhim ke trupi, edhe normal gratë tona, merreni me mend, kanë marrë gjygymat me qaj, prej Prizrenit, edhe unë isha ma e reja, edhe ata thoshin, hajde nuse, qu na qitë qaj.
Thash valla unë këtu ku marrë me bëj badet, me shku në qabe, me shku me vizitu vendet historike, pa aty në mesun I thueshëm, e burin teme kanë da me burra tani, edhe ai ma I ri, thoj ke hajde bon ma shtyp ma kamën, shtyp ma shpinën, sepse atër kanë shku veç plesht, edi, vakti ka qenë ala si komunistat, s'kanë shku të rritë, na jemi konë për më të rive, se fëmija zviken së konsiderim. Edhe kështu pra, edhe unë I thash burrit more lene, thash shikon problem kur po lahëm, sepse kur u lajshëm, aty përmi kokën time, në banja përmi, ti kënena u lajshë këtu të pike, tak në krye, tak në trup. Tash s'po e din ai uja është I pastër, a është I banjo, sa është I faktikisht I ndryshim. Edhe thash burrit, more, thash ka ku mardh unë në haq, ku mardh, a ku ka mardh, thash. Edhe lene thash që po më pik uji kur po lahë, po plus edhe këto gratë po lypin, thash kanë marrë djas sharit, kanë marrë gjygyma, thush se kanë shku në piknik, po hajt mere që aty naj kesice, naj sen, me qese, pije naj qaj, mos këshyra të saltanatët e Prizrenit. Edhe ti thash burrit, ja thash unë s'mundi me nejt, kishim pare, edhe shku me murëm ekstra një dhomë, vetëm unë edhe burri, normal janë ato ditët kur nuk mundesh me pas marrëdhënie, po kemi flejt veç e veç, si vlla e motër, dhe kështu pra të nderuar miq, edhe dola thash më falnja, po vetë me vete, se s'unë I thojshëm kishëm turp, mare, ri, ato mu dhim shenja, ato plaka, thash më s'ku marrë vetë me vete këtu me ju qitë qaj juve çdo sabah. Shu që ke pas edhe kom me flejt, po une drejta me thënë, unë jam nda prej grupit, kom shku me një grup iranian kanë qenë ata, edhe këtu ishin prej Kosovës, ata ishin prej Iranit, unë e disha edhe gjuhën e tyre, edhe turq ishin gjithashtu, edhe çdo ditë ka pas konferenca, sepse haxhi është me shku si lloj konference, jo me shku në për dyqane, në për sende, zoti madh, kishin marrë atër ka 7-8.000 euro me ble 2.000, se 2.000 janë të mira. Au, Ducati 24 karat. E kështu pra, ishte interesante, shumë një përjetim interesant, edhe më pastaj dola me burrin, edhe shëtitshim gjithë natën, se ditën shumë vështirë, shumë nxehtë, e shkojshim natën, e shëtitshim drita Karmos, e rregullume, shkojshim gjithë natën aty, është qabja, janë edhe 3 rendet balkonave, faleminderit që e halveti, Allah I gëzoft. Edhe ishin ato 3 rendet e balkonave, edhe që aty e mërshim me veti nej gjemper, nej send, se natën në bëjke pak frike ftoht, edhe kur të në vike gjumi që aty e qitëshëm që gjemperin edhe fleshim, sa e balkonat e mdhaja, krejt që shërëthojnë komplet qabën. Ndërka që kur shkojshëm në sabah aty në banisë, ha, ti ku po shëtitish natën? Thash me burrin tem, po shëtis. Dhe më thënë, edhe atje kishte para gjykime, ku po shëtis natën. Kishte normal që flenim edhe atje, po gjumit hik pre asaj këshëris, pre ati, me thënë, asaj dëshires me pa, ushka ka me pa nesër, ku ka me pa. Po katastrofë, taksistat ishin analfabet. Po thonë para 30 viteve, tash ndoshta janë më ndryshe. Edhe na kur I pyetshim ja do vende historike, a di që na thoj kaj? Asfalt. Kur thëshin asfalt, ku është lufta e Hendekut, ku është ajo lufta, ku është bo, krejt atë historinë islame që I kom pas mësu, edhe I kërkojshim në ato vendet, a I më thoj kemo, asfalt, ato s'kanë nevoj që ka për duen, ato janë vjetra, që sa mire kemi bo, mermer, asfalt. Katastrof njerëzi, mentaliteti zero. King, ajde te nëna jote shko, Kingi, thuja që ato fjallë.
Kështu pra të dashur miq, s'kish ka me ma. Thojnë boshnjakët thotë, moj kjo bot, ma shumë hajvan se sa insan. Edhe une, sa ma shumë pi njo insant, qa që ma shumë pi du hajvan. Natën, alme. E të dashur miq, tash edhe qika po më flenë, buri po flenë, edhe une po du me fletë. Faleminderit që ishit me mu, inshallah shihemi në të martën e ardhshme, sepse këtë tejt e kom disa misafir shumë me rëndësi, mirë kishte me qenë prezent, por nuk mundem se kam me pregadit një dark, po në qose mundem, qose shkojnë ma herët, s'po ju premtoj, po tejten mundem me këndu, bashkë lutjen e Kumelit. Faleminderit që ishit, më bëni follow në TikTokun e ri, pra Iqbal këtë me pavi portokallë apo kuqe. Edhe vetë po e shihni se të ky TikToku i ri jam duke qitë pak ma shumë video, por shumë e kemi duhet ta keni edhe ju me rëndësi që të ndiqni, je knaq me lajka. Jo bes s'kam qef lajka, po lajkat kur e bon like tu me zemra, atëherë këqyri 21 veta e janë të këqyri, në qëse këqyrim këtu në prapa vi, sa vjev, sa kur ta nali, gjithmonë ndalin 2-3 veta që kanë ndjek, disa ma pak, disa ma shumë, disa kanë ndjek, po kanë nejt prapa petës. Kështu që këto lajkat janë shpërblim për juve. Duart rokitjet edhe ato lajkat që t'jellin famë, ato janë shumë provokative dhe janë shumë sprova të mëdha, sepse njeri mundet me u rrit mendja, që mu që po ma bëjnë like, që unë e kështu, që anena kënena, edhe ma në fund fillon ai egoizmi jot, edhe gjithmonë kërkon duart rokitje, po najher njerëzit edhe gjujnë këpuca. Kështu që njerëzit e famë shumë mas keshti që e përjetojnë këtë famën, sidomos këngëtarët e të tjerë që nuk janë besimtar. Prandaj po ju njoftoj se gjitha informatat i keni për ndryshe në Facebookin tim, por po ju njoftoj se të dielën mbrëmje në ora 9:15 e keni një emision shumë interesant. Maca po lyp me dal, me shku me bo nevojen, se më del jashtë kjo macë. Prit zemra. Dhe kërkojnë do më thënë me dal në ora 21, 9:15 në mbrëmje në ATV, e keni një emision, unë jam aty, ndikimi i reality show në shoqërinë tonë. Besoj se kom dhënë mesazhet të forta. Faleminderit që ishit, se maca po më bën zhurmë, po kërkon, me mbrëma user faleminderit, po kërkon me dal jashtë, se e kam mësu me bo nevojen jashtë. Natën e mirë, e Zoti ju gëzoft, shihemi. Anonim. Na bon një pyetje. Okej, vetëm një moment, shkrujem. Mac? Qa po don, qa ki? O, shatë mira. Ja. Hajde, shpirti. Hajde. Që të dashur miq, maca ime e madhja i ka bo 4 kutele. Maca t'vogle. Hajde zemra. Hajde zemra, se s'po ti nguci unë e ty bebushat e tua. Hajde. Që të e kam gjanin. Që kjo është gjani jam. O shpirti jam. Që gjanin ku e kam. Ku je gjan? Ku je zemra? Ku të kanë ushit ty? Shumë bre unë e ty po du, që ku i ki kutilën tënde, që një, që dhe kjo është e mire,
Që edhe dy tjera ato po flej. Qëri? Që sa të mira I ka macat. Shumë e kem një macë të pastër, të mirë, e urtë, e edukuar, nuk më bën probleme. Jam e interesuar, pyetja ishte, jam interesuar për korniza ruza me çavën. Valla keq aty te 4 lullat. Aty ka. Ka aty pa problem. Zemra. Që. Mos mi prek këtu. Mos mi prek sustat e kompjuterit. Që. Po jeti zemra? Se je mërzitshme, a? Ata kom prishu në ty gjumin, a? Që kam qëtë macën, mi ka bo 4 macët vogla. Kuku sa të mërzitshme këtu. O, sot. O, sot. Ka më t'i zuni. Ti shumë një shtriti. Shumë një shtriti. Që. A e ka macën e bukur. Oh, moqo. Oh, moqo, ka ndeshëm. I kam dhënë me kretë. Me që duhet pa tjetër. Me... Valla s'po di user. Që ati e kite gjamia të 4 lullat. Aty janë dyqanet e këty mbe vllaznive musliman. O shpirt I vogël. Katërteni. Sti të nuna jote qëtu. Qëtu të nuna jote ri. Edhe ti qka e një bo sherat e vegjel ju. Sherat e vegjel. Që qëto e kam dhanë një vajzës Suela e ka emri. Gjoni. Oj, qa e bukur, more jeti. Oj, shqitë si të mija ti ka në gjyrën si temen, që kjo është, unë e kom e majtë për veti. Qëto kom e majtë për veti. Edhe nonën e vetë. E 3 tjera I kam dhanë. Shkruni vrap ju pëlqen macat e mija, po jo. Që I ka ushën me qumë, është ala është ushë. O zemra jeme. O shpirti jeme. Hajde shpirt. Hajde kaloni. Hajde shpirt kaloni. Natën e mirë. Natën e mirë. Qëfar si të bukur I ka? Hajde. Hajde dhe këtë tjetërën. Që edhe këto e kom dhënë. Edhe këto e kom Suelës këto e kom dhënë. Suela. Që se ndjek drita. Që Suela? Për ty. O gjemër. O shpiti. Gani faleminderit, çfarë maqori, po bre, maqor është, vetëm që ajo Lara, natën e mirë user. Krishti, faleminderit Alina, natën e mirë.